Skuadra e volejbollit për meshkuj e Skënderbeut po përjeton një verë me lëvizje të rëndësishme në merkato. Një nga lajmet më të bujshme është largimi i volejbollistit Santiel Kamenica, i cili ka zgjedhur të transferohet te Tirana duke lënë një boshllëk të vogël në formacionin korçar. Kamenica, një nga emrat më cilësor dhe të qëndrueshëm të sezonit kaluar, ka qenë një shtyllë për skuadrën e Skënderbeut dhe largimi i tij përbën një sfidë për stafin teknik në rindërtimin e formacionit. Megjithatë, klubi nuk ka qëndruar duar kryq. Burime nga brenda tij bëjnë të ditur se janë arritur marrëveshje me dy përforcime të rëndësishme nga jashtë, një volejbollist brazilian dhe një tjetër nga Venezuela. Dy emra të tjerë të hapur pritet të zyrtarizohen në ditët në vijim, çka tregon për një strategji ambicioze të klubit për të mbuluar boshllëqet dhe për të shtuar cilësinë në të gjitha repartet. Pavarësisht largimeve, Skënderbeu i trajnerit Arben Prifti e ka bërë të qartë se edhe këtë sezon synon maksimumin, duke luftuar për kreun e kampionatit dhe për trofetë e volejbollit shqiptar. Merkatoja është ende hapur dhe javët në vijim pritet të jenë vendimtare për kompletimin e skuadrës korçare.